Dëmtimi i segmentit kryesor rrugor që lidh kryeqytetin me zonat juglindore të vendit ka sjell një zhvendosje të menjëhershme të qarkullimit të mjeteve, duke kthyer pikën doganore të Blllatës në nyjën kryesore të kalimit për transportin ndërkombëtar. Pas koordinimit me autoritetin e Maqedonisë së Veriut, kamionët që zakonisht kalonin nga Qafthana janë orientuar drejt Bllatës dhe mëtej nëpërmjet rrugës së Arbërit për të arritur në Tiranë dhe Durrës. Fluksi i shtuar është reflektuar menjëherë në terren. Vetëm gjatë 2 ditëve të fundit janë përpunuar rreth 400 mjetet të rënda që transportojnë madra nga Greqia, Turqia, Bullgaria dhe Maqedonia e Veriut, ndërkohë që qindra kamion të tjerë presin për të kaluar procedura doganore. Kapacitetet aktuale të përpunimit rezultojnë të mjaftueshme për të përballur këtë volum të pazakontë lëvizjesh. Megjithatë, mungesa e një terminali të dedikuar doganor, numri i kufizuar i doganierëve dhe agjentëve, si dhe personeli i pakët i policisë kufitare, po krijojnë vonesa të konsiderueshme. Situata rëndohet edhe nga mungesa e kabinave të hapësirave të mjaftueshme për kontrollin fizik të mjeteve, duke sjell rallë të gjata dhe priti që zgjasin me orë. Edhe në këto kushte normale, pas hapjes së rrugës së Arbërit, Bllaka ka përthithur rreth 30% të trafikut që më parë përqendrohej në Qafthan. Avantazhi i distancës ka ndikuar drejt për drejt në këtë zhvendosje. Rruga Shkup-Dibër-Tiranë është rreth 85 kilometra më e shkurtër se internerari tradicional përmes Qafthanës, duke e bërë më ekonomike dhe më të shpejtë për transportuesit dhe udhëtarët. Sipas të dhënave, vetëm gjatë këtij viti në këtë pikë kufitare kanë kaluar rreth 2 milion pasagjerë, rreth 470.000 më shumë se një vit më parë. Rritja e ndjeshme e fluksit të kombinuar me devijimin e përkohshëm të trafikut për shkak të dëmtimeve rrugore, po e vendos doganën e Bllatës përballë një prove të fortë infrastrukturore dhe logjistike, ndërsa kërkohen masa për të përmirësuar kapacitetet dhe për të shmangur bllokimet.